Kryeministria italiane, Giorgia Meloni, ka reaguar ndaj polemikave të krijuara nga deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump, duke theksuar se marrëdhëniet mes Italisë dhe Shteteve të Bashkuara duhet të bazohen në respekt ndërsjellë. Në një intervistë për emisionin 10 minuti në Rete 4, Meloni deklaroi se nuk është anti-amerikane, por as nuk e qynizuar. Ajo u shpreh se beson se perëndimi është më i fortë kur qëndroni bashkuar dhe se Italia ka interes të mbetet pjesë një aleancë të fortë transatlantike. Megjithatë, sipas saj, partneritetet e forta ndërtohen edhe mbi sinqeritetin dhe respektin reciprok. Reagimi i Melonit vjen pas komenteve të Donald Trump, i cili në një intervistë për televizionin italian La Stat pretendoi se kryeministria italiane kishte këmbgulur për të bërë një fotografi më të gjatë samitit të Evianit. Trump deklaroi se Meloni e kishte lutur për një foto dhe shtoi se nuk ishte i detyruar të fliste me të, por e bëri sepse i erdhi keq. Ai komentoi gjithashtu se kryeministra italiane ndoshta ishte e lumtur që i kishte pasur mundësinë të bisedonte me të. Deklaratat e presidentit amerikan shkaktuan reagime të forta në Itali. Ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministri Antonio Tajani anulloi vizitën e planifikuar në Miami, duke i cilësuar komentet e Trump si serioze dhe fyese jo vetëm për Giorgia Melonin, por për të gjithë Italinë. Në të njëjtën intervistë, Trump kritikoi edhe politikat evropiane për energjinë dhe imigracionin. Ai tha se Evropa ka gabuar në të dyja fushat dhe paralajmëroi se nëse këto probleme nuk zgjidhen, kontinenti nuk do të jetë më i njëjti. Sa i përket luftës në Ukrainë, Trump deklaroi se synimi është arritja e paqes dhe theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk janë të përfshira në procesin e pranimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Deklaratat e fundit kanë shkaktuar tensione diplomatike mes Washingtonit dhe Romës. Megjithse, të dyja palët kanë ritheksuar rëndësinë e partneritetit strategjik mes dy vendeve.